Quhet Shefki Kordalli, 97 vjeç. Ai është personi më i vjetër i qytetit të Bilishtit, por kjo nuk është e vetmja veçanti e tij, pasi Shefkiu nuk është nga ata të moshuarit që kanë zënë krevatin për shkak të problemeve as sëmundjeve. Prej momentit që ka dalë në pension, që 35 vjet më parë, 97 vjeçari ecën nga 5 kilometra në ditë, një ritual që vijon rregullisht dhe i jep jetë e shëndet. Shefkiun e takuam teksa doli nga banesa e tij, gati për të nisur ecjen e përditshme. Bëj këtë ecje që kjo më gjallë mua, kjo më jep forcën e trupit tem. Se në rast që po ndinjta, bllokohem fare. Shefki Kordalli ka qenë valltar. Ai ka marrë pjesë në festivale të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, duke e përfaqësuar qytetin e tij. Si ushqim më i fortë ka qenë kënga dhe valja. 97 vjeçarin e njohin pothuajse të gjithë në qytetin e Bilishtit, duke e përshëndetur çdo ditë kur ai bën ecje nëpër rrugë. Është njeriu më i vjetër në qytetin tonë. Ka do shpirtin e punës, si thua, akoma, do të ndihmoj, do të lëvizë, do të ashtu, tjeti do bishëm akoma e sot. Ndahemi nga Shefki Kordalli duke i uruar shëndet e jetë gjatë. I moshuari ka vijuar sërish të ritualin e tij të përditshëm, si për të na treguar se marrja me sport dhe ecja në natyrë është një nga zgjedhjet më të mira që njeriu mund të bëjë për një jetë më të shëndetshme.